Operacioni i zhvilluar pak ditë më parë nga policia e shtetit në Sarand çoi në arrestimin e 8 shtetasve që punonin në një ndërtim paleje në një hapësirë plazhi në lagjen numër 1 të qytetit, ndërsa u arrestuan 4 punonjës policie të dyshuar për shpërdorim detyre dhe mosveprim ndaj paligjshmërisë, mes së cilëve edhe shefi i komisariatit të Sarandës, Gëzim Bashllari. Por në dokumente që News 24 ka siguruar, duket se ndërtimi paleje që shkriu komisariatin e Sarandës në fakt rezulton të jetë me leje. Në plazhin që ndodhej para tokës së shtetase Sarjola Bajo Dhrami, ka ekzistuar dhe vitin e kaluar një plazh me leje nga agjencia e Bregdetit, në të cilin ka qenë ndërtuar edhe një beach bar i cili kishte leje nga KKTU me numër 52.28/5/2025, konkretisht leje për strukturë shërbimi në stacionet e plazhit për objektin strukturë shërbimi, kjo në funksion të parcelës së plazhit me numër SR 41 me sipërfaqe 389 metra katror, madje sipas burimeve në leje përcaktohet përveç beach bar edhe platform sistemimi me sipërfaqe 110 metra katror. Ariola Bajo, e cila ndodhet në kërkim dhe që jeton jashtë vendit pasi është emigrante, është deklaruar e gatshme të jap shpjegime mbi rastin, ndërsa pretendon se në zonë thjesht po bëheshin sistemimet e fundit para nisjes së sezonit të ri turistik. Bajo e ka trashëguar tokën me sipërfaqe 1200 metra katror pranë plazhit në 1999, pasi babai i saj ndorroi jetë. Plazhi dhe beach bari kanë mbajtur emrin Azur Beach Bar dhe kanë funksionuar si të tillë gjatë gjithë sezonit veror 2025, duke pasur fluks pushuesish. Për këtë rast, në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, përveç shefit të komisariatit Gëzim Bashllari, u ndaluan edhe Andi Duro, specialist për hetimin e krimeve, Aidin Ismailaj, specialist për rendin, si dhe Robert Qullaj, specialist zone.